Për fat të keq jemi ende sot në gjendje të njëjtë sikurse dje me protesta të cilat I kuptoj plotësisht, po ju kërkoj falje qytetarëve që faktikisht është ardhur deri te kjo pozitë, përkundër faktit që ne kemi paralajmëruar me muaj të tërë për bllokadat që po I bëhen kryeqytetit prej Ministrisë të Financave në mënyrë të jashtëligjshme. Pra vazhdon që mjetet tona vetanake të jenë të bllokuara nga Ministria e Financave në mënyrë të jashtëligjshme. Pra atë që ne e kemi me ligj, e meritojmë me ligj, janë të hyrat tona vetanake, diku rreth 35 milion, me të cilat ne normal që do t'i kryejmë të gjitha në momentin kur ato transferohen në kontët e kryeqytetit, atëherë edhe ky problem do të zgjidhej menjëherë. Po ja që dje ishim edhe me protestuesit aty përpara Ministrisë të Financave, përpara Qeverisë të Kosovës, ku unë kërkova një takim urgjent me ministrin në detyrë, me kryeministrin, po ata refuzuan të takohen. Jam edhe sot I gatshëm të takohemi menjëherë aty në kryeministri, në ministri, apo në komunë, apo kudo që ata dëshirojnë të takohen, edhe tash bllokojmë këtë proces, sepse po them, është një çështje që nuk është problem, po bëhet problem Kemi marrë edhe masa tjera, kemi thirrë një seancë të jashtëzakonshme dje, pra për të ajtën, tash me asamblesë, me mandatarët ekzistues, pra I kemi 35 që rrinë të bllokuara tash e sa muaj nga Ministria në mënyrë të jashtëligjshme, e tash po them të ajtën do të afusim në seancë të jashtëzakonshme edhe 28 tjera që I thras publikisht të gjithë asambleistët që të jenë së bashku, pra t'i votojmë edhe këto 28 tjera, në mënyrë që kryeqyteti pra të ketë edhe opsione. Pra nuk është të çështje e problemit me fonde të kryeqytetit. Kryeqyteti ka fonde të mjaftueshme për t'i pagu të gjithë operatorët e kryeqytetit, edhe nuk ka problem këtu tek operatorët, pra si që keni pa, asnjë operator nuk ka pas problem sepse I kanë kryer shërbimet e tyre, është dashur me u pagu. Problemi është tek Ministria e Financave që